Askush nuk bëhet i ftohtë me njëherë. Njerëzit ftohen ngadalë, pothuajse në heshtje. Fillon me zhgënjime të vogla. Mesazhe që nuk marrin më të njëjtën ngrohtësi. Biseda që humbin thellësinë. Momente ku dikush fillon të ndihet i padukshëm. Dhe një ditë, personi që dikur ndjente gjithçka fort, fillon të mos reagojë më njësoj. Jo sepse nuk ka zemër, por sepse zemra lodhet. Psikologët modern e quajnë këtë emocional numbing. Mbiksje emocionale. Një mekanizëm mbrojtës i trurit. Kur njeriu lëndohet vazhdimisht, truri nuk përpiqet më ta bëjë më të fortë. Përpiqet ta bëjë më pak të ndjeshëm. Dhe kjo është pjesa që shumica nuk e kuptojnë. Njerëzit e ftohtë emocionalisht shpesh kanë ndjerë më shumë se të tjerët. Shoqëria moderne e përshpejton këtë proces. Jetojmë në një kohë ku njerëzit flasin gjithë ditën, por rrallë lidhen vërtet. Mesazhe, story, like, video, scroll. Por shumë pak sinqeritet, shumë pak qetësi, shumë pak prani. Dhe truri i njeriut nuk është krijuar për këtë lloj mbingarkese emocionale. Sipas studimeve të neuroshkencës, lidhjet emocionale aktive ndikojnë direkt në sistemin nervor. Hormone si oksitocina, dopamina dhe serotonina lidhen me ndjesinë e afërsisë, besimit dhe sigurisë emocionale. Por kur marrëdhëniet bëhen sipërfaqësore, kur komunikimi bëhet i ftohtë, truri fillon të mbrohet. Dhe mbrojtja shpesh duket si distancë. Ka një arsye pse shumë njerëz bëhen emocionalisht më të ftohtë me kalimin e viteve. Sepse dikur ata besonin më shumë. Besonin tek njerëzit, tek dashuria, tek sinqeriteti, tek përgjithmonë. Pastaj realiteti i ndryshon. Nietzsche shkruante, njeriu që lufton me përbindësha duhet të ketë kujdes të mos bëhet vetë përbindësh. Dhe kjo ndodh emocionalisht. Njerëzit që lëndohen vazhdimisht fillojnë të humbin pjesë të butësisë së tyre. Jo sepse duan, por sepse lodhen. Lodhja emocionale është reale. Psikologjia moderne e lidh këtë me stresin kronik emocional. Kur dikush përjeton zhgënjim, refuzim, pasiguri apo mungesë afërsie për një kohë të gjatë, truri futet në gjendje mbijetese. Dhe në gjendje mbijetese, njeriu nuk mendon më si të dua më shumë, por si të mos lëndohem më. Ky është ndryshimi. Shpesh njerëzit mendojnë se ftohtësia emocionale është mungesë ndjenjash. Por shumë herë është e kundërta. Është tepricë ndjenjash. Ndjenja të pashprehura. Dhimbje të pambyllura. Mendime që askush nuk i dëgjoj. Carl Jung besonte se ajo që nuk përballemi brenda vetes, kthehet në hije. Dhe shumë njerëz ecin sot me një lodhje të heshtur brenda vetes. Ata buzëqeshin, punojnë, dalin, flasin, por emocionalisht janë larg. Ka edhe një arsye tjetër. Njerëzit modern kanë frikë nga cenueshmëria. Sepse sot të tregosh ndjenja shpesh shihet si dobësi. Sidomos tek burrat. Shumë djemë rriten duke dëgjuar, mos qaj. Bëhu i fortë. Mos u bëj emocional. Dhe gradualisht ata mësojnë të shtypin emocionet. Problemi është se emocionet e shtypura nuk zhduken. Ato vetëm ndryshojnë formë. Kthehen në nervozizëm, distancë, boshllëk, irritim, indiferencë dhe lodhje. Shpesh, njeriu që duket më i ftohti në dhomë është ai që ka mbajtur më shumë brenda vetes. Edhe marrëdhëniet moderne kanë ndryshuar. Njerëzit kanë më shumë mundësi se kurrë, por më pak lidhje reale se kurrë. Psikologu Erich Fromm në librin The Art of Loving thoshte se dashuria moderne është bërë më shumë konsum se sa lidhje. Njerëzit kërkojnë ndjesi, jo gjithmonë thellësi. Dhe kur gjithçka bëhet e zëvendësueshme, edhe emocionet fillojnë të humbin peshë. Kjo krijon një ndjenjë të çuditshme. Njerëzit afrohen shpejt, por largohen edhe më shpejt. Dhe truri fillon të mësohet me humbjen. Pas një kohe, njeriu fillon të mos investohet emocionalisht njësoj. Sepse një pjesë e tij pret fundin edhe kur gjërat duken mirë. Por ndoshta pjesa më e dhimbshme është kjo, shumë njerëz nuk e. Kur po ftohen. Nuk ndodh në një ditë. Ndodh gradualisht. Fillimisht përgjigjesh më pak, ndan më pak nga vetja, ndjen më pak entuziazëm dhe mbyllesh më shumë.
Pastaj një ditë kupton se gjërat që dikur të lëndonin nuk të prekin më. Dhe në fillim kjo duket si forcë. Por jo gjithmonë është. Sepse ekziston një ndryshim mes paqes emocionale dhe mpirjes emocionale. Njeriu I qetë ndjen, por kontrollon veten. Njeriu I mpir thjesht nuk arrin më të ndjejë njësoj. Dhe këto dy gjëra nuk janë të njëjta. Stoikët flisnin shumë për kontrollin emocional, por njerëzit shpesh I keq kuptojnë. Stoicizmi nuk thot mos ndjej. Thot mos lejo emocionet të kontrollojnë. Ka ndryshim. Marcus Aurelius nuk promovonte ftohtësi. Ai promovonte qetësi. Dhe qetësia emocionale është shumë ndryshe nga indiferenca. Indiferenca shpesh lind nga plagë të pashëruara. Qetësia lind nga vetdia. E vërteta është se shumica e njerëzve nuk duan të bëhen të ftohtë. Ata thjesht lodhen duke ndjerë shumë. Lodhen duke pritur, kuptuar të tjerët, falur, mbajtur peshë emocionale dhe duke mos u kuptuar. Dhe pas një kohe, fillojnë të kursejnë emocionet e tyre. Si një trup që ruan energjinë. Por ka diçka interesante që psikologjia moderne ka zbuluar. Njerëzit nuk shërohen duke u mbyllur plotësisht. Shërohen kur ndihen të sigurt, kur ndihen të dëgjuar, kur ndihen të kuptuar, kur nuk kanë nevojë të mbrohen vazhdimisht. Sepse truri njerëzor ndryshon në bazë të mjedisit emocional. Një person mund të bëhet shumë I ftohtë në një ambient dhe shumë I ngrohtë në një tjetër. Kjo tregon se shumë njerëz nuk kanë humbur aftësinë për të ndjerë. Ata thjesht kanë harruar si ndihet siguria emocionale. Dhe ndoshta kjo është arsyeja pse kaq shumë njerëz ndihen bosh sot. Jo sepse nuk kanë njerëz rreth vetes, por sepse kanë shumë pak lidhje ku mund të jenë vërtet vetvetja. Shumë biseda, pak kuptim, shumë kontakt, pak afërsi, shumë zhurmë, pak qetësi. Ndoshta njerëzit nuk po bëhen më të ftohtë. Ndoshta thjesht po bëhen më të mbrojtur. Sepse çdo zhgënjim lë gjurmë. Dhe pas një kohe, njeriu fillon të ndërtojë mure emocionale, jo për të larguar njerëzit, por për të mbrojtur atë që ka mbetur brenda vetes. Por ironia është kjo, gjërat që na mbrojnë, ndonjëherë na izolojnë. Dhe shumë njerëz sot duken të fortë nga jashtë, por në të vërtetë janë thjesht të lodhur emocionalisht. Shumë të lodhur. Ndoshta pyetja nuk është pse njerëzit bëhen të ftohtë. Ndoshta pyetja e vërtetë është sa zhgënjime duhen përpara se një zemër të fillojë të mbyllet. Dhe ndoshta shumë njerëz po e jetojnë këtë proces pa e kuptuar fare. Në heshtje. Çdo ditë. Pak nga pak. Nëse këto mendime të dukeshin të njohura, ndoshta nuk je I vetmi që I ndjen. Dhe ndoshta kjo është gjëja më njerëzore nga të gjitha. Abonohu në kanal për më shumë video rreth psikologjisë, emocioneve, marrëdhënieve dhe anës së heshtur të natyrës njerëzore. Ndoshta disa biseda dëgjohen më mirë natën.